nëse kimi ahus në të kalumen, e ki shtru një rrugë të keqe, tash mos prit që një këngëtar i madh me pranu ty me bo këngë. Unë mendoj të kundërtën. Nëse je këngëtar edhe nëse je këngëtar i momentit, atëherë ka me bo një këngëtar që ka 40 vite karrierë ose 50 vite karrierë. Nëse ti je po pëlqesh në moment, pavarësisht a ki bo nëj tekst me budalaliqe, apo që shë ke bo, thjesht je këngëtar i init, kështu që bënë. Pse? Se shumë këngëtar që një une, nuk mos përmendim me emna, po i hup vetë besimi për shkak të karrierës moqme, edhe sot po ndëgjohet ky ose këta këngëtar të ri edhe, kështu që po mundon me zonë hapin e kohës. Mos më konë hares. Dënë mu pozicionu si artist, si këngëtar, se ti vendos pozicionin tonë si artist, çfarë vlera do me kriju, qysh dënë me të pa populli. Tash, për shembull, une për veti mundona në cilën pjesë me pas diçka. Për shembull, e kom punu një këngë dhe Tilish Asijit Mallit, Nderi Dardanis është njona ndër këngë që me thonë drejten një vjetë kom mëndu prej frigës me dalë me atë projekt, se dhe është diçka projekt shumë gjigant, edhe prej kujna për merë atë këngë me këndu edhe me dalë si kove. Bekem, të e pas parasysh që në këtë studio kalojnë shumë personazhe të ndryshme. Ka të tillë që ndoshta edhe i pengojnë që për i rikthejnë këngët e vjetra. A mendon që edhe artistat për shembull të ri duan me pretendu që me u njoft në skenë me këngë të dikujt tjetër? Cili është mendimi? Tash po kthejnë atë kjo e para që tha ti. Sepse ka të tillë që ndoshta po e prishin magjinë e një këngë. Po. Tash në këtë treg, për shembull, e merr këngën e dikujna, asja qëtë emrin e kujna është kënga, originaliteti, që është diçka shumë e keqe. Une, përveç se e kom marrë këngën Nderi Dardanis, Tilish Asijit e kom këndu me dëshirën më të madhe, edhe plus me frikën më të madhe, se adin po del diska presioni se është një këngë me të vërtet me vlerat mëdha. Në fund videoklipit, e kom lënë një hapësirë, një fotografi Tilish Asijit, ku i kom shkru fjallët më të mirat për ta. E pjesën tjetër, na është mirë tash me kriju gjana të reja, e jo me prit gjithmonë prej kovera, më thonë me ndërtu karrierën mbi kovera. E bukur. Sejt, me që je edhe tekst shkruas, përpas që je në fillimet edhe si këngëtar, tregom se ashtu e shkatrua edhe tregun e muzikës këto tekstet të cilat po krijohen si lemonat që po i quajnë artistat, vetëm që me kriju më tepër të hyra për ta, që të këndojnë edhe publiku shumë më lehtë ta mbajnë tekstin mend. Mendoj që po i shkatrojnë, po prapë që ato po dhezën, më shumë po pëlqen tek publiku. Po, a është kthy, do të thot, industria në biznes? S'ka rëndësi mu teksti me jap një mesazh, ka rëndësi me diçka që mbahet mend lehtë për audiencën. Absolutisht po. Cili sipas te është një tekst i cili është kriju si limonad veç që të kapet më lehtë nga publiku? Po di tash me thonë emra. Mu më kish interesu një fragment prej një teksti që kish shkruar ti, hajtë diçka të shkurt. Po thom tash që jemi të e bo në studio, është e ertë kjo dashnia, si kur rakia, ti çdo natë me mungan. është një pjesë e shkurt. Se i kum shkrujt mbi 50 tekste që jam të i shkrujt, edhe 10 jam të i shkrujt në përgjuhë tjera, që jam të bashkëpunu, pritet me bashkëpunu me një artiste turke, nuk është shumë e famshme, po pritet që me bashkëpunu. Në Kosova, ki pas ndonjë bashkëpunim me ndonjë artist të njohur? Ose që t'ka donë mbështetje? Jo, ende, po jam duke bisedu realisht me artista, po gjithka mbështetje jo. E jam të hapur artista tonë për me bisedu me artista pretendent, rin? Nuk po di. Kur ju shkruan atë, kthejnë përgjigje? Jo. Kujt i ke shkru që s'ka kthy përgjigje? Kush ka qenë targeti joti? Nderimi ka që femrat. Po. Nuk është problem. është Lore i kum shkrujt që është që ka dojtë prej... Po. I kum shkrujtën edhe i kum shkrujt një tekst me shumë emocion ekstra për ata. Edhe kum dash që
me u përshtat edhe zhanrit saj, edhe me kënu ajo, po nuk e ka këthy edhe. Çka I kishe thonë përmes kësaj studio, se sigurt kam I shku video? Jo, nuk kom I thonë diçka, po nëse veç... Tu I hape mesazhin se ta kum dërgu një tekst, hajde. E kum mesazhin. Kipshi? Kjo është gabimi. Jo, nuk është gabim. Këmbgulja është qelsi I suksesit. Po, e di, po derisa nuk e ka këthy që... A bon mu ndërlidhë veç pak. Patjetër. Hajde Që Beke. tim. Kongën Urimet ditëlindja non, që e kom me shyret të Beluni dhe me Engjin. Për mi se një vjetë e kom majtë në telefon, si demo. Pej frikës, qka po më thotë me bo me vetë, a e bojmë bashkëpunim ajo. Edhe për mi një vjetë e kom majtë, edhe kër e kom dërgu, kër e bo 10 minuta, është lejmru buri shëretës, tha konga për I pëlqen shumë, për 10 minutat me shëretja në telefon. Shumë mesazh I bukur. Edhe një vjetë e kom majtë. Edhe jo vetëm për ty, po për gjitha ata që janë... E konga tjetër me Sabri Feyzullohun, si demo ekziston prej 2019 se kom marrë, e ka dalë në 2025. Edhe në të erujtë si, a mi thona, mos mi thona. Është interesant që artistat e rinë kanë dëshirë, pretendojnë me shku shumë shpejt e suksesi. Shumë shpejt e një përgjigje dhe me kap me njerë vëmendjen e atyre ma të mëdhenjve. Po, duhet luftë e madhe, sidomos në këtë treg, me kaq shumë konkurrencë, duhet luftë imponim me mas, derisa nuk bosh I bezdishëm, që me arrit që ato që ti e ki mendje. Du me marrë një mendim edhe nga Loriko, me që edhe ti në fillimet të karierës, por je edhe pjesë e operas të Kosovës. Po, jam pjesëtari e operës Kosovës. E di diçka që e kanë shumë bezdi, këta që janë pjesë e operas, që me u fut në tregun e muzikës në mënyrë komerciale. A ndjen edhe ti këtë presion? Se unë I ndëgjoj shpesh të thonë, ka fillu edhe ai në përdosma, me një farë në nëshmimi. Po, tregoj drejtën, unë nuk e kam heqat mendim. Për kondrazi, më pëlqen edhe jam shumë I hapun me provu edhe stilet reja të këndimit edhe se tek tash në fund ditës artist jemi. Do të me kanë shpirti lirë edhe me provu sanet reja. Kështu që mu nuk më pengon heq, edhe bashkë kam qef edhe I përkroj shumë, kolegët e mi që knojnë das ma shambull që se tash në fund ditës ti duesh me vepru diçka, duesh me punu diçka sot që me mri dikon, du të mjanis dikon, du të me bo diçka të rej. Cilin artist kishe pas dëshirë me pas një bashkëpunim? Kush të përshtatët më shumë ty? Nështë ma shumë, menoj për artistëve të vjetër, kisha pas qef shumë me Agjin Sabrit që përmeni edhe në Rumi. është shumë I mirë, është shumë I dashtën edhe më ka ra me po dhe kështu. Kemi pjesë të ATV-s edhe gjithmoni për cjell edhe na këshillan për emisionet tona. Edhe shumë, po. Kujdes. Jepja një kërkesë ndoshta për bashkëpunim, se si dihet. Nuk I dihet kur, pse jo... A I ki shkru edhe te apo? Jo, në përbes nuk jo kom shënua askojnë akor, se tash jam edhe në vit tret, në fakultet jam instrumental së lëkëndim edhe po mundohna me dëpërtu pak në këtë drejtimin tem, po pasi që të përfundoj fakultetin edhe të përfundoj këtë drejtimin, rrugtimin e drejtimit tem, pse jo edhe me eksploru, me provu me knu kong të reja me. Tash ti është radha, sepse është bërë tradit në programin ton, të kemi letra të cilat përkojnë më temën. Ta ndjekim edhe kthehemi në studio. Jam një vajzë e re që po mundohem me gjetë vendin tim në muzikë në Kosovë. Kam zë dhe ide dhe kur jam në studio ndihem në vendin tim, por jeta e muzikës nuk është asnjëherë e lehtë. Ka ditë që e ndjej talentin tim, por edhe ditë që më duket se nuk mjafton. Njerëzit shpesh kërkojnë favore, lidhje, gjëra që nuk kanë të bëjnë me muzikën. Kam takuar njerëz që duken të sinqertë, po shpejt e kupton se duhet me u lut apo me dhënë diçka ekstra për të vazhduar. Është lodhëse, shpesh më ndalon me besu tek vetja, po megjithatë nuk mundem me ndalu. Muzika është ajo që më bën të ndihem gjallë, ajo që më jep arsye me u ngrit çdo mëngjes. Mund të jetë e vështirë, mund të jetë e padrejtë, por unë dua të krijoj, të flas me zërin tim dhe të mbetem vetvetja.
ndonjëherë frika të bie ndërmend, por kur ndjej melodi në shpirt, e di se çdo sakrificë ja vlen. Dhe këtë rrugë do ec, hap pas hapi, edhe pse jo gjithmonë është e lehtë. Një mesazh interesant përmes kësaj letre. Edhe kjo letër e ilustron dhe dëshmon faktin që artistët, sidomos të rinjt, e kanë rrugën me gjemba. Për me arrit deri te suksesi duhet shumë mund, sakrificë dhe gjithashtu shumë mbështetje, e cila shumë shpesh mungon. Mungon nga familja, të cilët era herës nuk besojnë në afinitetin e talentin e atij që e kanë në shtëpi dhe që e do shumë artin, dhe pastaj aktorëve të tjerë, duke nisur nga kompozitorët, tekstshkruesit, produksionet deri tek bizneset. Por njerëzit nuk duhet ndaluar, duhet shtruar vetë rrugën e vetës, dhe pse thash është një rrugë shumë e vështirë. Në këtë rrugë, fatkeqësisht, sidomos për femrat dhe jo vetëm, kërkohen edhe favore të ndryshme, u tha në letër, favore nga më të ultat dhe më banale, të cilat e bëjnë akoma më të vështirë këtë rrugë dhe krijojnë një dritë të re mbi rrugën e muzikës dhe zhvillimin e shumë artistëve, fatkeqësisht, të cilët e them sepse e di, është dashur shpesh t'ju nënshtrohen këtyre kërkesave absurde. Roje? Është e vërtet, çka po thot nderimi. Unë mendoj, që shqetësej ka dhe ma herët, nëse s'ki lidhje të forta në tregun e muzikës, është shumë vështirë me arrit që aty ku dënë. Edhe... Se ndodh kjo? A ju blokojnë për me pas sukses më tepër, apo nuk ju ecin videot online? Cili është blokimi ndaj një artisti të ri? Nuk është blokim, po industria muzikës është kogja e shtrajt, edhe pa pas lidhje të forta dhe mjete financiare shumë vështirë me hinë treg të muzikës. Fatmirësisht janë rrjetet sociale që na ndihmojnë shumë, edhe sidomos TikToki, që ka bo shumë artista të ri, sidomos rapera kohëve të fundit që kanë dhejës vetëm prej TikTokit pa pas në ndihmë prej në këtyre publike. Kemi Malin, i cili fitoi festivalin, një këngë të cilën e ka kriju në dollapin e tij. Por është dëshira e madhe ndaj muzikës, nuk do të thot patjetër që ti me u fut në treg me këngë shumë të shtrejta, me klipe shumë të shtrejta. Gjithashtu njohim artist të ri të cilë të është me punu për vite të tëra, edhe në diaspor, për me pas shuma ma kapitale për me investu në muzikë, dhe ato shumat kursyra nga puna me djerë se me mund t'ju dorëzojnë producentëve, e producentët në fund t'i rajnë, e mashtrojnë, e t'mos ju japim produktet cilat ju kanë garantuar. Jo vetëm produktet muzikore, por edhe atë famen e suksesin e lavdin.